Erben, edhe njerë po thëmë, kërkush nuk më kish besu. Këtu është unaza jeme, që kjo unaza jeme. E kom fotografu me qëllim. Sepse në politik nuk jam tradhtar. As në jetë, as kur një jetën tem nuk kam trahtu kur kërkënd. As nuk tradhtoj as kënd. Por, të del kryetari i LDK-s, mram, edhe të më thëtë mu qyqan, kandidati vetëm i LDK-s që ka fitu në 21 vitet e fundit në 0-2. Po, edhe kom hup, edhe pranoj gabimet e mia kur kom hup. Por, jam i vetmi që kam fitu në 0-2 nga 2004 të eknej. Dhe të më kërcnojnë me përjashtim për i LDK-s. Mu për i LDK-s nuk më përjashtim kërkush. Kur? Unë në LDK jam lind e jam rrit. Jam fëmijë i LDK-s. Nuk jam LDK për interes temin personal, jam për idealin që besoj. Që LDK-ja është e vetë mja alternativ, e cila e nxjerr Kosovën nga ky llum. Filozofia e saj politike, toleranca, debati, liria mbi gjitha, liria e individit, liria e mendimit ndryshe, e cila kaq shumë është ka mungon e kaq shumë është ka cenohet në Kosovë, e cilin LDK-ja dhe Ibrahim Rugova e ka promovu. Mendojeni Ibrahim Rugovën dhe vitet 90 Erben. Çfarë bëri Ibrahim Rugova? Me iniciativë të tij dhe me mbështetjen e tij, edhe pse ishte kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, u inisua këshilli i partive politike atëherë, që të ketë pluralizëm politik. Pas luftës, me vetëm 7% Ramush Haradinaj, Ibrahim Rugova tregoi gjenerizitet, tha duhet i japit qeveria. Ku jemi sot? LDK-ja duhet i kthehet gjenezës saj, tolerancës, gjuhës mirëkuptimit, gjuhës së popullit Kosovës. Ne kupton që ka humb nga gjeneza LDK-ja? Jo, por sot si duket nga inatet dhe nga emocionet në rrjetet sociale. Shpesh herë po harrojmë kush jemi e po mendojmë që duhet m'ia kalu dhe tjetrit me sharje. Nuk duhet mu shamet e tjetrin. As me ushtyme, as me ofendim.